Institucionet më të larta të vendit janë sërish në shënjestër të hakerave të huaj. Kësa herë ishte sistemi brendshëm i Kuvendit të Shqipërisë i cili është përballur me një sulm kibernetik, sulm i cili është marrë përsipër nga grupi Homeland Justice, që besohet se kontrollohet nga iranianët. Në faqen e tyre në Telegram ata kanë shpërndarë një fotografi ku duken emailët e disa deputetëve të Kuvendit, madje sipas tyre është marrë gjithë korrespondenca parlamentit. Të gjitha bisedat dhe korrespondenca e antarëve të korruptuar të Kuvendit gjatë muajve të fundit janë në duart e Homeland Justice. Ne jemi shumë më afër jush se sa mendoni. A i keni strehuar vërtet ata vrasës dhe vrasës fëmijësh. Ne do të sigurohemi që ky turp të mbetet me ju përgjithmonë. Ndërkohë mësohet se aksesi i brendshëm në sistemin e Kuvendit ka probleme të shumta, duket se ky sulm është i pari në goditjet që paralajmërohen nga grupi i hakerave. Kjo është gjithashtu nga qasja e Homeland Justice në të gjithë infrastrukturën kibernetike të Kuvendit të korruptuar dhe sponsorizues të terrorizmit. Përshëndetje, një fillim i të ri. Së shpejti antarët e korruptuar të këtij parlamenti do të turpërohen për veprat e tyre të urryera. Komiteti i Sigurisë Kibernetike po heton ngjarjen, ndërsa po llogaritën dëmet që mund të jenë shkaktuar nga ky sulm kibernetik. Nuk është hera parë që Shqipëria vët në shënjestër të hakerave iranian. Më herët ata dëpërtuan në sistemet e policisë, kamrat e sigurisë, sistemet e shish dhe disa institucioneve të rëndësishme, ku publikuan të dhëna sensitive, ndërkohë që masat parandaluese të shtetit shqiptar për parandalimin e sulmeve kibernetike në atë kohë dështoi.